Njerëzit vrapojnë pas pasurisë, famës, autoritetit edhe pozitave. Grumbullojnë derisa t'ju vjen e vërteta. E vërteta është ajo që thot Allahu në ajetin e 10 surës Munafikun. Prandaj, jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë unë, para se t'i vi vdekja ndonjërit, ai të thot: "O Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmosh dhe të bësh ndër të mirët." Ajetet ngjashme si këto ka edhe të tjera, si ajeti 14 në surën Muhammed edhe ajeti 99 i surës Mu'minun. Këto ajete kanë ngjashmëri me njëra tjetrën, por e kanë një send përbashkët. Sinonimi tyne është pendimi i robit në momentet e vdekjes, i cili nuk ka vepru mirë sa u ka në jetë. Nëse ki mundësi me kry një punë të mirë, kryje me njëherë, mos e vona, se kur nuk i dihet kryje në vdekja, edhe kur ti nuk e din se me cilën vepër të mirë fiton xhenetin. Në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur: kur të ndodh kiameti dhe ndonjëri prej jush ka në dorë ndonjë fidan, nëse mundet që të mos e arrijë kiametin pa mbjell, le ta mbjell atë. Hadithi na tregon qartë se duhet mi kry veprat e mira si t'jepet mundësia. E mos me i vonu ato para se me thonë: "O Zoti im, o Zoti im."